Fenomeni Shkodran Luiz Eli përfundimisht është i papar dhe i jashtëzakonshëm me komentet dhe reagimet e tij. Ai ka goditur sërish tek videoja që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar ku shfaqet duke larë bebushen e tyre të adhurueshme Luna Mari. Shkodrani i zemrës Luiz Eli di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen me batutat e tij unike dhe kësaj here nuk ka bërë përjashtim. Ai si gjithmonë nuk ka hezituar të reagojë tek postimet e bashkëshortes së tij, e cila gjithashtu nuk ja ka kursyer një përgjigje pasi e ka parë çfarë ka shkruar. Luizi ka kapur detajin e veçantë duke e lënë mënjan faktin se Kiara po reklamonte disa produkte me vogëlushen e saj. Ja se cili është komenti dhe reagimi që po bën namin në rrjet dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë edhe nga njerëzit që i ndjekin me shumë dashuri dhe kënaqësi të madhe. Nga i gjithë reklama, vetëm pishamet më pëlqyen. Ky koment ka marrë shumë pëlqime dhe reagime të tjera. Si përherë fenomeni Shkodran nuk ka hezituar të përcjell shumë buzëqeshje tek shqiptarët. Reagimi i Kiarës nuk vonoi dhe ajo ja ktheu me disa emoji të qeshurash, duke treguar se e kuptoi humorin e tij dhe e priti me sportivitet. Komenti i Luizit ka marrë mira pëlqime dhe ka shkaktuar një lumë reagimesh nga ndjekësit, të cilët gjithmonë presin batutat e tij të papritura. Edhe këtë herë Shkodrani i zemrës është bërë qendra e vëmendjes së rrjeteve shqiptare. Ky nuk është hera e parë që Luizi bën komente të tilla në postimet e Kiarës. Prej momentit që lidhja e tyre u bë publike, ai ka qenë gjithmonë i njohur për batutat dhe ngacmimet e tij, të cilat jo vetëm që e bëjnë marrëdhënien e tyre më të bukur, por edhe argëtojnë pafund të gjithë ndjekësit e tyre. E sigurt është që çdo koment i Luizit do të vazhdojë të bëjë bujë dhe të argëtojë ndjekësit, të cilët mezi presin postimin e radhës për të parë se çfarë do të thotë sërish.